pse kam zyrën për konsulta bashkëshortore dhe i di këto probleme që të ngishta. Po. Një mesazh ndoshta mesazhi është lirisht martohuni me të huaj, nuk është problem se Zoti na ka bërë neve të gjithë jemi njerëz dhe na ka bërë të ndarë në popull që të njihemi Kur'an thot Zoti. Edhe Maria hoxhës një përgjigje se tha nuk është për martesa, Maria ka qenë Egjiptit, edhe është martu për profetin Muhammed, edhe Safia ka qenë jahudi, jevreje, është martu për profetin Muhammed. Pra, martohuni me këtë ju doj zemra, mos këshyrni nacionalitet. Veç pak, ju lutëm. Ata kanë pos njëri shumë a shumë se sa zonja Oduti, ka një fetë, po ka një kulturën, po shkojnë mos më ndërpretash, edhe njëherë prej fillimit dua ta jap mesazhin. Jo, mesazhin dua ta jap pa ndërprer sepse keq kuptohem. Do me thënë, mendimi jem për rinin mashkullore, pak mos t'jen autoritar si babalartë e vetë, se su një mani vajzat e reja sot, se jenë botë mençme, po bohuni autoritativ që t'ju hec fjala në vend për mashkujt. Për femrat, nëse nuk shihni mashkull autoritativ shqiptar, lirisht merne, përveç sërbëve, se ata I kemi dushman, lirisht merne këtja do zemra, mirë po, mos gaboni me marë tjetrës fe. Qose je katolik, krishter, ortodoks, meret asaj fes. Ju lutëm mendimi im është, mos mesazhim. Qose je musliman, shko mere Amerikanin, që musliman. Po s'ka Amerikan musliman, ndërrume. Jo, plot ka që po këtejnë fe, me miliona. Po janë këthy, ama s'janë originën. Zonja Oduti po thot, më falë, edhe 4 minuta. Mesazhin mos ma komentu se ma nuk e përkryer. Jo, mesazhi është I fundit. Mos ma komentu, vajza, martohuni Kjo me për të këtë gjuhë, huaj. kjo sot martohet kur? Jo, martohuni me të huaj. Se kjo ta kollë shpinë. Po kjo te kollë shpinë kështu. Sinqerisht, kjo nuk më mesazh. Po ti martu po ti, a nuk është kjo dhuk psikologjike ndaj burrit tëna? E që kishte. Me të huaj. Me të jo më ndaj burrit s'ma, se qoj se e kom loqke, e kom zemër të mos ndërhirë mesazhin. Lelet fol dikush. Jepe mendimin tënd, ama jo mesazhin.